22 vite më parë, malet e Pashtrikut do të gjemanin nga luftimet mes ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave serbe. Pas ushtrimeve të kryera në Vllanë dhe Cahan të Shqipërisë, ushtarët e UÇK-s ishin furnizuar mirë me armatim, të cilin planifikonin ta fusnin në Kosovë për luftën çlirimtare ndaj pushtuesit serb. Për lajmin net, betejën e Pashtrikut e kanë rrëfyer 3 protagonistët, Mehmet Fazliu, Gazmen Nebiu e Xhevdet Topalli. Ka qenë ftoftë i madh, dhe me 13 dhjetor në mëngjesin hershëm qumi dhe përgatitëm hom disa ushqime aty. Kolonën para se mu nis për në kufe, del Gjeladin Goshi, komandant plagi, komandanti i logjistikës të asoj zone, bashkë me Haki Drenicën, që ishin udhëhes të logjistikës në Krum, në Cahan, dhe thëtë se kësaj kolone dena në shpërndarjen e të gjitha pikave të Kosovës emëruhet komandant Muj Krasniqi, zavendës komandant Rifat Mziu. Çdo ushtar tjetër për 10 ushtar ka qenë përgjes i rrugës. Kurse pararoja ka qenë Drini, Mahiri, Nexhmedin Berisha, me shok, me 30 shok, nëse kolona thet bie në prit, pararoja ka me intervenu në që kolona me atë pesh, me atë municion, që kemi prit në disa ku, ka qenë armatimi ma modern të asoj kuhe. Ata kanë pas, pararoja ka pas nëse bim na dikun prit, me vëzhgu terenin, me mbrojt kolonën dhe na me depertunën me fut atë municion, atë armatim në Kosovë. Në momentin që forcat e UÇK-s ishin afruar kufirit me Kosovën, komandanti i njohur Muj Krasniqi kishte mbajtur një fjalim para ushtarëve të UÇK-s. Ai ju kishte thënë atyre se kushdo që nuk e ndjen veten të gatshëm për sfidat që do të dalin rrugës, e ka shansin e fundit të kthehet. Ka dalë Muj Krasniqi thot: "Dëgjoni shok, dëgjoni burra. Na tash jemi ofër kufirit shqiptar për me kalu më fut Kosovë. Ai njeri, ai ushtar që e sheh veten, nuk e din veten që nuk është i skolitur, nuk është i fortë, nuk e din veten që nuk është mirë, dhe të mundet më kthy në këtë pikë. Për ndryshe, fillon rruga mo, kthem rapa s'ka." Të gjithë ushtarët kanë qenë të vendosur që pa dyshim mos më kthy kërkon veç për para, se u dike puna, u dike kërkesa që pëllypet në Kosovë. Kosova ishtë në flak, ishtë në gjemë, u dishin të gjitha shtëpijat, familjët, fëmijat, gjithë. Kërkush nuk e ka mot peshen, po të e morë parasysh veç 3 orme, gjdo ushtari ka pas 3 orme. Ormet më të lehta kanë qenë kalloshi 5 kg, gjdo njeri ka pas 3 orme. Për mi vesh edhe 2 ushtar, s'poku edhe 2 ushtar në Kosovë. Pa kohë pasi që ushtarët e UÇK-s kishin marrë rrugën për tek vendi ku më pas do të shpërndaheshin në zonat e caktuara, ata binë në prit nga forcat serbe. Ka vazhduaja në rrugën dhe bjen prit pararoja. Pararoja bjen prit dikon rreth orës 3:20 minuta, 3:30 ashtu aty. Në atë moment i pari bje dëshmor Qenqena. Se ka qenë ai me siguri një pjesë pak më se na nuk mundëm me ditë krejt në gjorin që ka ndodhur ma përpara, po tu ndi edhe për i shokëve. Mahiri e ka pas top dorës, kurse Drini Zolla. Ata kanë sulmu që atë pjesën ku kanë sulmu dhe e kanë kalu në atë shpesi. Një pjesë e tyne që janë kompararoj e në këthy prapa të kalu në janë dhe na janë me ndalë më rënë. E kemi morë vesh që kemi rënë prit parë. Na e kemi ndëgjunën Qenqenën se s'po ke 10 herë ka thirrë Mahirin për t'i dhonë ndihmë. Sa ka pas mundësi mu kthy Mahiri për me dhonë ndihmë, nuk e dim se nuk e kemi pa, mirë pa kemi ndëgju një push që ka krisë dhe aty e kemi vërtetu se Qenqena nuk është dërzu, pa e ka vro vetë.
Dhe na, thët muja, thët na disa shok, muja me 2 shok ose 3 shkan me pa gjarin, me vërtetu në gjarin se sa ka forca Serbia përpara dhe ka do të shkojmë në tash. Ai shkon edhe vëzhgon se të otën, kthehet mbrapa thet përpara ka pru shumë forca të mëdha. Rrugë tjetër nuk kisha alternativë aty me kalu, përveç asaj rruge, ka prunën tenka, autoblina, forca ndryshme dhe na duhet të kthehemi mbrapa, të luftojmë nëse kemi prita dhe të temrim cakën apet në vijën kuvitore, aty në vijën kuvitore, kthehemi mbrapa dhe e vazhdojmë luftën aq sa kemi mundësi. Ato ka qenë temperatura, atësori madh, bore modhe, ka qenë temperatura dikon -30, që edhe lisat kërcetsishin për stafti. Vendi ka qenë gjithkun i minirat. Gjithkun i minirat ka qenë. Prej atësorit madh, prej ftoftit që ka qenë, edhe na kena qenë dërmum, pa hangur, pa pi. Kena hi, se njerë sërbo qëtë nek na kanë lo me hi neve, formën për atë ku, na kanë lo me hi. Na kretë që kena mujtë me bo që mu këthy në për që ato fërkem që kemi lo, se s'kemi mujtë me leviz as anej, as kënej. Edhe kena hi në formën vë kemi hi, ku kanë qenë karaullet e shkive dikon 20-30 metra ofër. Edhe ja ka njësë breshri, panalshme, pa ndërprej, kanë gjuhë me trumblona, kanë gjuhë bombe dores. Atu na ka plagos ushtari Gjevdet Qeriqi. Na ka plagos, e di mirë në kujtohet, e kum pas një snajperkën, kush është luftarak, monet me ditë që me snajperkë nuk monesh me bo luft afer, edhe kom kërku automatikun e Gjevdet Qeriqit. E kom mora automatikun e Gjevdet Qeriqit, se ato veç vike rrethi të ngushtu vike rrethi, për me nazot gjallë, se edhe kanë zonat të gjallë, nën veti kanë zonë gjallë, tani me nëzomin e 8 ushtarëve në shalë, u bodhe ndrimi i ushtarëve, na kanë liru ushtarët e qykës, i kemi liru edhe ata cërve, kum kërku automatikun e Gjevdetit, ma ka dhe Gjevdeti me 2 karikaturë ka qenë automatiku, edhe kërë kum po që nuk jem ka me shku, ju më qunë kam, edhe kum has drejt në shki. Paramilitarët serb tashmë e kishin organizuar mirë pritën ndaj luftetarëve të UÇK-s, duke u pamundësuar atyre edhe kthimin prapa. Në ato momente, siç rrëfen njëri nga protagonistët, komandanti Muj Krasniqi kishte bërë thirrje që asnjë ushtar i plagosur të mos lihet prapa, pavarësisht situatës. Tha, djemë tha, mrapa, përpara tha nuk ka shansa më dhe për to. Forcat moja sërbë tha shumë, ushtri, polici tha, u mosh tha, bjeshta në mosh tha plot. Edhe mrapa, ja kem tha pikpytje, që shkojnë atë gjallë. Qa që forcat moja që ka, jena tha në mes tyne. Tha, shokët nëse plagosën, asë një mos e leni mrapa, po mi morë të gjithë. Edhe luftime pa ndërprej. Jemi nisë, muja ko para meje, Merita, Hazer Kryziu, edhe ta bashkëleftar tjera. Ka pasë madhe, po kolonë e madhe ka. Kur u da kolona, u da prej meje, një ka do farë thera, do farë lugas me tha, thash, ka poq, thash, kolona u da, tha, hes një për pala, së unë e këthejna e marë. Në ato momente që ka këthy shpinën, ka krisë për i të naunëve. Edhe ma, luftimet të naunë kanë qenë. Jemi ranë borë, jemi që 2-3 vetë, të shuk ka necë më për para, do me të ndvranë. Merita me të në borë, ato, Hazer Kryziu ku ato, i kam lutë, hajde tha e dhe dje muja nuk vi.
Kam depërtu për të ty, ne kom lutë edhe Azirin, tha pe pres mujë në me merite. Është hetë se këtu është veç për para me ecë. Nëse të ka rogë plumi, po të ndihmoj. Tha jo, s'm ka rogë plumi kërkun. Ka mez në për shok të vranë, në më taku me Gjevdet Topallin, Avni Lestranin, Haxhi Kiçinen, Elmi Shalën, Mehmet Fazliun dhe shumë bashkëftar tjerë. E kemi marrë derisa këtë shokët kanë shku të pishat nalt, ku ishte kufini, na kemi regjistruar ato s'di sa orë luftime me ta. Edhe kur e kemi tërhiq çdo njëri mas një lisi të mbrojtë në një tjetrin. Pas shumë kohë luftimesh, në përballje direkte me ushtarët serb bie dëshmor Muj Krasniqi. Nga mujas une nuk qenë afër, po është një Naser Leku që të regon për mujen. Naser Leku ka mbet nër me 2 lisave. Ato thët ka orë muja dhe më ka të rjek mu. Aje të regon ma mirë që ka qenë ma afër edhe thët e ka bo luftën fët për fyti me Sërbë. Sërbë qëtnik, fët për fyti me ushtri Jugoslave. Ajo din ma mirë se s'kom qenë afër tina, afër mujes. Po morali nuk ka ra, se në fjallët e mujes, neve na kanë majt, na kanë ishy. Ka qenë një komandant, i papar, organizator, trim. Na ka dhënë edhe neve, na kanë ngrit moralin e luftës, të pa mujen. Komandant Kapuqi, ashtu siç e njehnin ushtarët e tij, nga dëshira për të ndihmuar shokët, i plagosur i kishte hyrë kësaj rruge, derisa ra dëshmor. Ka qenë një organizator i mirë, një luftëtar i mirë. Muja ka qenë një luftëtar që ka marrë pjesë në luftime edhe direkt vetë ka shku në Klin, ka sulmu forsat sërbe. Edhe kur ka shku Shqipëri, muja u shku mu shëru. Po prej dëshirës me hi në Kosovë, ai edhe nuk i ka shëru plakt. Me plagu, u nisë me neve për me hi në Kosovë, me sjellat armatim që ka qenë armatim i përsosum. Armatim i përsosum. Për mujen, gjithë e din që ka qenë një djallë trim, një djallë i sinqert, një adedashës, që ka dosha dhe ju shumë, edhe na kam frymzu, na kam majt gjallë frymzimi tina. Për para nuk e kam njoftë mujen. Gjatë luftës të Shtrisë Ligjore të Kosovës, kemi dëgju për ta dhe tani njoftum për ta. Muja ka qenë një djalë shumë i Zoti, një djalë shumë i aftë me ushtarë, shumë i dashtën me ushtarë. Nuk e di për veti, nuk ka ra rasti me nejtë shumë me ta. Po gjatë në Shqipëri që kom nejtë që ato, që ka nejtë do ditë me neve, ka qenë shumë i dashtë dhe shumë. Edhe fjallët e tina të mborëshin për me luftu për atë dhejmë për Kosovën. Ka qenë njëri shumë i mirë, shumë inteligent për Ushtrisë Ligjore të Kosovës, për atë dhejtë vetë. Rënja e Muj Krasniqit nuk u kishte ullur asnjëherë moralin ushtarëve të UÇK-s. Përkundrazi, kjo i nxiti ata që të vazhdonin luftën dhe të arrinin cakun e tyre. Pas vrasjes Mujs, disa shok, kur kemi shku Shqipëri, dikush u shku për më shëru, dikush në për spitale, dikush i plagos, i mërdhin. Unë jam këtu mas 7 dite
me Gazmet Nebion, Haxhi Keqinën, Feta Keqinën, me grup Tramush Haradinës, me grup Glëxhanit, Joniko, tani na jemi kthy pas 7 dite. Pas 7 dite jemi kthy. Kujtimet nga betejë e dhjetorit të 1998-s edhe sot u ngjallin emocione atyre që e përjetuan atë. Muja, kur ka ardhur shpesh herë dhe ka këndu në vlon atje, me disa shok, ka qenë edhe një strateg që e kishte edhe na bëjk edhe një humor, një shëhret. Më kujtohet se sot i nxjerrke 2 revolet edhe sillke si kauboj, i sillke edhe i vendoske. Shkok edhe nxjerrke, i sillke edhe ka pas atmosferë, ka pas qërkuze që kemi bo me zveti, po ka pas gjithçka të mira ka pas. Pas gjithë atyre përjetimeve të rënda dhe betejave të njëpasnjëshme, ish ushtarët tonë se nuk janë të kënaqur me formën se si u trajtua ajo që ndodhi gjatë viteve të 90-ta. Po na një losin pak. Tash, duhet ditë që edhe kjo gjykata speciale, duhet ditë Haga, duhet ditë që po na i mori njerëz më të mirë, luftëtarët më të mirë, udhëhecat më të mirë që i kemi pas, me shantazhe, me thyrje, me këto. Nuk mendoj për mendimin tim, jo, nuk jemi tu trajtuar sa duhet edhe nuk i bojmë derë as mujes, as herojve, as dëshmorëve, e as atyre të gjallëve që janë atje të përjetu në Hagë një padrejtësi të madhe që askush nuk e ka prit këtë padrejtësi që bëhet ndaj pjesëtarëve të shtrisë shkerimtare të Kosovës. Lufta i bëri shok të jetës Mehmet Fazliun, Gazmet Nebiun e Xhevdet Topallin, teksa edhe sot në paqe ata temë kryesore të bisedës e kanë betejën e lavdishme ku ju vran dhjetra bashkëluftëtar. Beteja e Pashtrikut bashkë me ngjarjet e Prekazit dhe luftën e Kosharës konsiderohen 3 ndër ngjarjet më të lavdishme të luftës për liri të UÇK-s.